Thuaj se një javë pas, tuhia në rrjet nuk ka ndaluar për shuplakën e Jozmarkut ndaj Gjestit. Veçanërisht, shqiptarët e Kosovës dhe të Maqedonisë ndihen të indinjuar thellë me veprimin. Në botën online ku ka pafund urrëtie, dëgjojmë teori nga më të ndryshmet. Dikush bën thirrje që t'i ndalohet Jozit hyrja në Kosovë e Maqedoni, e të tjerë thonë që duhet bojkotuar në tërësi si personazh i estradës shqiptare. Të krijohet përshtypja që të gjithë shqiptarët e Kosovës janë një zëri kundër tij, por jo. Ilia Maxhuni, aktivist kosovar me banim në diasporë, ka një qasje komplet tjetër. Ai prej ditësh shfaqet pro Jozit. Në këto rrjetet sociale, në muret e shumë miqve të mi, ishin postuar këto skena dhe si mbeta i habitur, sepse unë nuk i njefsha këto personalitete, por disi andej shikoj ana dhe me thonë e Gjestit, i shikoj një farë anë religioze, jo Allahu Ekber, jo udhja kryqit, jo këto janë akte shumë vandale, janë shumë të denueshme, janë shumë emocionale, jo vetëm në aspektin tonë kombëtar, por edhe ndërkombëtar. Mos harrojmë se në botë janë mbi 2 miliardë të krishterë dhe kryqi është simbol jo vetëm i yni, tash e 2000 vite, por është simbol edhe i tërë civilizimit liberal krishter perëndimor. Pra kemi të bëjmë me një akt për mua vandal, por nuk e kam vëzhguar, nuk e kam përcjellë që nga fillimi, mua personalisht më është dashur 2-3 ditë ta shikoj ku qëndron problemi dhe kam marrë në përfundim se reagimi, edhe pse unë me i thonë të drejtën, unë jam jurist i diplomuar, unë nuk jam një adhurues i dhunës, unë jam kundër dhunës dhe si thuhet një fjalë popullore në zhargonin sportiv, nuk jam fans i dhunës. Mirë po, si duket, edhe kur e pa shëllim, u trondita, thash, si është e mundur, thash, kjo artisti me godit artistin, apo kupton ishte ajo fotografia fillestare ashtu dukej. Mirë po, kur e studiova problemin dhe mora me problemin, dola në përfundim se kjo ka një prapavi shumë të keqe. Maxhuni, pavarësisht se nuk mund të faktohet, ka bërë një lidhje familjare mes Gjestit dhe mjekut të politikanit, Gëzim Kelmendi. Sepse është edhe një eksponent andej, Gëzim Kelmendi, i cili vazhdimisht ka prononcime brutale, papranueshme ndaj figurave kruciale, qendrore të kombit tonë, domethënë ndaj Shënënës Terezë, ndaj Gjergj Kastriotit, ndaj okupimit Osman, të cilën ai e quan, për shembull, ju keni pa në shumë intervista të tij, Gëzim Kelmendi për shembull e quan për Andorinë Osmane, sikur këta eksponentë të tjerë shliruese të tokave shqiptare. Dhe kur e morra vesh se ky është nga ajo rrethin, dyshova dhe kam bërë edhe pyetje publike, çka janë këta dy persona në fare fisni ndërmjet veti, a ka ndonjë lidhje apo është vetëm rasti të cilët qëndrojnë nga peja dhe kanë të dytë mbiemrin Kelmendi. Maxhuni ngri pikpyetje se si do reagojnë nëse veprimet e Gjestit do t'i bënte Jozi. Para mendoni ta marrim të kundërtën, sikur ta hote ai Jozi, Josefini ta hote Koranin në ujë, si do të reagonte opinioni ynë. Edhe pse nuk na lidh neve, asgjë me atë libër, se fundit Kurani është libër, jetesë është një testament për arab, jo për ne, por megjithatë, para mendoni në këtë fryrje të islamit politik, të cilën e kemi në trojet tona, hipotetikisht po them, sikur ta hete Gjozi në ujë Kuranin, çfarë do të përjetonim ne, por edhe si personalitet. Me siguri do të përjetoj një val dhune, nuk po mund me paramendu se si do të ishte ky reagim, por patjetër se do të ishte një reagim siç e kemi parë në Suedi, ku janë sulmuar institucione shtetërore, policia, gjyqësia, njerëzit kalimtar të rastit, si shaj proteste. Mos harrojmë, kemi pas një rast të djegjes së Koranit para 1 viti apo 2 në Suedi, dhe ai person nuk ka qenë mirë me çështje mendore, megjithatë, atje u ngritën ta përfaqësuesit e islamit politik dhe shkatruan pothuajse shtetin suedez. Pra vajnderuar, këto janë tema shumë emocionale dhe unë dyshoj
që ky personalitet që quhet Gjesti, aty është rekrutuar nga përfasues apo që unë i quaj renegat të islamit politik, sepse dhe vetë reagimi të cilën po e shohim ne, edhe tani kur po flasim, që po i bëhet atij, domethënë në përkrahje, ne po i shikojmë të gjithë eksponentet e islamit radikal në të dy anët e kufirit janë rreshtuar në anën e tij. Domethënë nuk kemi të bëjmë me një çështje të izoluar, ta quaj ashtu artistike në Big Brother, asi po e quani ju atë emision që unë kur nuk e përcjelli, por siç duket kjo ka dalë jashtë studios, jashtë dhe shikoni kjo lën për të dëshuar vetë përkraja ndaj tij e këtyre eksponentëve të islamit politik në të dy anët e kufirit, lën për të dëshuar me bazë se kemi të bëjmë me një rekrutim të qëllimshëm. Nëse ajo lojë aty, ai sport apo çka bëhet ato, ajo shfaqje artistike ka të bëjë me një grup të saktuar të shoqërisë sonë, është në rregull. Dikush e pëlqen Big Brother, dikush e pëlqen futbollin, dikush e pëlqen karaten, njerëzit janë të prirur për sporte të ndryshme, apo të shfaqjeve artistike të ndryshme. Mirë po, në atë frekuencë ku shikueshmëria është aq e lartë dhe të preken ndjenjat, emocionet, jo vetëm tona kombëtare dhe fetare. Si shqiptar Kosove, nuk ndihet as pak i ofenduar. Absolutisht nuk ndihem, unë kam shumë respekt, përsëri po e përsëriti, unë jam jurist, jam njeri i drejtësisë, nuk e preferoj dhunën, por siç duket, ai kishte merituar, ai personalitet me provokimet e tija, me ato shfaqjet e tija, pesa edhe perverse edhe amorale. Unë shikova edhe një skenë tjetër shumë e dhimbshme, stigmatizuese ta quaj ashtu ndaj asaj motre son, kur ai fut kokën nën fustan dhe paramendoni në një emision live, në një emision direkt, ku shikohet jo vetëm nga të rriturit, shikohet edhe nga fëmijët, dhe këtë bëj aso veprime, to nuk kemi çka komentojmë vllai nderuar. Pra kemi të bëjmë me një personalitet pervers, për mendimin tim, jo vetëm provokues, por edhe amoral. Ma Gjuni ka dhe një koment për thirrjet që Jozit i ndalohet hyrja në Kosovë. To janë thirrje, i kam pa këto thirrje, i kam vëzhguar, si them ashtu, jam vëzhgimin e tyre. Këto kryesisht vijnë nga këta eksponentët e islamit politik, këta renegatit e islamit politik. Unë e pash edhe një status të një personaliteti i cili kishte bërë këtë apel që e tha ti nderuar, dhe kur ja shikova profilin e tij, ai kishte thënë se nëse Serbia sulmon Kosovën, unë do të bëhem ushtari i Serbisë. Para mendoni se kush qëndron prapa këtyre veprimeve amorale, anti-krishtere, pse jo, antifetare, jo vetëm ndaj neve, por ndaj tërë këtij civilizimi perëndimor, pra kush qëndron prapa këtyre veprimeve. Dhe këto veprime unë i shikoj. I shikoj vllai nderuar, janë të izoluara, janë të fryera nga mediat dhe as pak nuk ka të bëjë me masën, me njerëzit me të vërtet shqiptar, me njerëzit me të vërtet patriotik, me njerëzit me të vërtet që janë të papolitizuar. Këtu kemi të bëjmë me këta renegat të cilit janë të politizuar, dhe shikoja vllai nderuar statusin, prononcimet e tyre, dhe është plotësisht e vërtet ajo që tha ish presidenti ynë, pra bami topi se kemi të bëjmë me një renegat të sponsoruar apo të rekrutuar nga një dorë armiqësore në një emision, siç e tha ti, shumë të shikuar në truhet tona shqiptare. Problemi sipas Ma Gjunit zgjidhet me kërkimfalje, por nga ana e Gjestit fillimisht. Absolutisht, ajo është dashur aty të mbetet, me qenë se ai ka provokuar aty dhe ky ka qenë reagim, atëherë është dashur të mbetet aty. Megjithatë ka kalu problemin në opinion, atëherë Gjesti duhet të bëhet burr, duhet i kërkoj falje, jo vetëm Jozit, por duhet i kërkoj falje edhe opinionit publik, edhe shqiptar, edhe perëndimor, sepse hudhja e kryqit, edhe një herë po e them, është një tallje me simbolin të cilin e besojnë mbi 2 milion njerëz në botë.
Ai duhet ta marrë iniciativën të bëhet burr, të kërkoj falje, pastaj përmbyllet me kërkim faljen e Josefin Marko dhe kjo do duhet të përfundonte ky problem. Por nëse nuk bëhet kjo procedurë, megjithatë ne nuk duhet të bijim në kurthat apo në graska që sot populli të agjenturave të huaja, të cilat kërkojnë na shkatrojnë, na përçojnë, edhe pse ashtu kështu jemi mjaft të përçarë dhe të ndarë në 5-6 shtete në Ballkan. Gjestja është 24 orë bler fitore si një ndër pretendentët kryesor. Por nëse do të ishte në televotim me Jozin, për kraja për të, nga Iliriani si shqiptar Kosove, do ishte 0. 100% për Josefin Markon dhe 0 për kraje për Kitkelmendit. Privé.